Ymria, në këtë libër ishte edhe një foto e një rripit. Na flisni pak a shumë për këtë rrip? Po një libër përpos që ka qenë lidhja tregova numri grave të vrara të Komunës Vështres, janë edhe 3-4 rrëfime grave, për shembull rrugtime gjatë luftës, vrasja për shembull e bashkëshortit, ku ta dëgjonin disa tjera. Mirë, po në këtë kam në rrëfim timin Çuçavic, kur na dalë mandej prej kur na të mbuve Çuçavice, që na ardh te Varrezat, na dalën kolonë edhe di që dikush po në fillim të kolonës po i kontrollojnë e po marrin këtë çka kanë are të holla ku ta di. E di që kom pas 2 fotografi të vajza, e kom marrë 2 fotografi edhe kom fut më në Puma, e kom rrujt për fotografi, edhe këtë luftën e kom bajt laps edhe letër. Kom shënu diçka data, për shembull ka dikush, po supozoj u vra dikush X personi ose u plagos, unë e kom shru datën, ditën, orën, se çaj person ku. Që, ashtu kom shënime. Edhe kur ka thonë ashtu, unë e kom marrë një letër që kom pas dhuruma telefonit, se na kupteke, ku na cicin kolonë, shumica për shembull na kanë dërbu, na kanë zgjedhur kolona për Macedoni me depërtu kufirin në Shqipëri. Edhe aty më kona përgatitur që po na cisin jashtë kufini, e kom hek rrypën, veç e kom këtu mrapa, edhe kom shënuar numrin e telefonit të vllavët, e kom pas vllavën në Sloveni, numrin e dajës në Austrisë, e se kom harru numrin e Axhës, ja 3-4-5 numra, e kom shënuar në rryp, edhe mandim ka kujtu, tash po në qoftë na vrasin, e kom shu dhe emnin mbi emnin. Do të thësh që. Mirë po... Ti është me qenë disa dhona. Disa dhona. Edhe e di që e kom hullë letrën edhe lapsin me një pjesë, dikon ka qenë disa në veturina të tek Varrezat e qytetit për flas. Mirë po këna kalu kolonën para të bastisë, se ata kanë vishë bëhë fillimin, e kanë bëhë të armujën atje, dhe si kanë dohë disa meshkoj, mandej dëgjon krismat kërë gjejtën telat të rrimës, u vrajtën 3-4 qytetarë të Vështres, specifiku tash me emna, edhe na metëm kolonë, mirë po, ai rripi është ende e rrujat rrëp. E ki akoma? Po, edhe... Kjo foto në libër, do me thonë është fix nga ai rrëp? Po, ai rrëpim, edhe... Në qofse s'prish mund më na tregu për kamerë? Edhe aty tash kanë qenë numrat e telefonit në rrëp, që tash edhe tuti tash që e rrujat rrëp e kam... Do të thotë këtu kanë qenë emrin dhe mbi emrin fillim të rrypit, edhe janë numrat e telefonit. Në qofse ka mundësi për kamerën këtu? Do të thotë pjesa ato kanë qenë janë numrat e telefonit, mirë po libri është i shtypur në bardhëzi dhe është pak problematik, më dalluan. Këtu e kom rrujt që në qofë se dalëm dikon jashtë Kosovës, muna me kontaktu me familjarë, se stash me Axhën e dajën, këtë ati. E kuptoj, keni botuar shumë libra, nga këto cilën e cilëson më të suksesshme deri më tani? Cila është më suksesshme edhe cilën e kam prit më smirë ti qytetarët edhe në cilën ti njiheshe për mbushne? Nuk e di, këtë anën e librit, nështë ka e sikur nana fëmijën që s'di me dalluan, u këto se cilë e ka dashnin e vetë edhe të libri, se cilë libri e ka dashnin e dhimbjen e kujta di. Për një kohë caktuar që je shprej. Sigurisht mirë, po thash, librin e parë dushëm, sepse ma ka dhënë rrugtimin e letërsisë, u prit mirë, dhe kur u prit mirë, dhe qysh, tani s'kom hezitu edhe me jetë, mirë po, për ka dhimbja dhe që e duan, i kam 2 monografi që kam tash për fëmijët e vrarës Komunës Vështres, dhe tash për femna shqiptare di sakrifica, pra dhe që është edhe kjo për gratë e vrarës Komunës Vështres. Sepse kam personazhe prej këtë lufta, prej këtë lufta e drejtë, luftërisë shqiptare, nanat e tona, do të sakrificat, edhe këtë libra i du më shumë. Po, librat tjera do t'jenë me këtë tematik apo jo? Jo, po supozoj kam një premledhjet, një romani,
Mirë po t'ja, nuk besoj, du me dalë një poezi poezi pak ma buta, diqka, ma të mbledh, me shuna ashta për natyrën, për dashurinë, jo kretë. E kuptoj. Ymrije, do të ndrojmë temë, do të dalim diçka tjetër, folëm mjaft për librat, ju e cek edhe në fillim të emisionit, dhe ëndra ime ka qenë t'jem pilote edhe gjithashtu edhe aktore. Tash kohën e fundit po të shohim edhe në disa pjesëmarrje tua, në disa drama të ndryshme. A mundesh më na fol diçka? Po, kem fillu me aktrim, ka qenë filmi Bomba i James Fetall. O bo një lidhje mire, një filmi o bo premledja komplet në ngjarjes luftës në Kosovë, për shembull debime, dhënime, masakra. Aty jam rolin e një nanës me fëmijë. Janë shumë aktorë kosovar. Mandej prej atij filmi ka ecë mirë, ka qenë premiera 2 herë, ka qenë në Zvicër, në Gjermani, ka lëviz, unë s'kam mujt me udhëtu. Mirë po, u prit mjaft mirë që flet regjisori James Fetall, ende nuk ka dalë filmi, pritet. Mirë po, kom pas edhe disa tregime që janë tash që po bën të tregimet e vjetra shqiptare. Kem qenë aktor vështrias, është i mundi i babës, ato rolin e nanës. Zakonisht shkoj me rolin e nanës një rol diçka përshtatesh më shumë. Përshtatet më shumë. Ka ecë mirë, pjesën e nanën të kry, tani më uftov koha pak e lëvizjet një herë nuk kem të i vazhdu. Mirë po projektet tjera kam ftesa, po presën të ardhmen. Je përmbushne me këtë ëndër të cilin e ke pas nga mosha e hershme e fëmirisë, dhe a mendon që këtë punë të cilin pe bën, po shpërblehet edhe ja vlen? Meqense në Kosovë, pavarësisht që çfarë do pune që të bësh, nuk është se paguhesh aq, po prafërsisht. Thash, e ime ka qenë me plotësuat ëndrrën tam feminore që kom pas, mandej për më paguaj jo, kuptohet. Mirë po, e mira është që unë e kom rrit qëllimin tam edhe ëndrrën e kom realizu. Presëm, e mira ka qenë që çdo pjesë filmit ka qenë një mesazh i mirë, sikur tregime popullore, sikur filmi Bomba, është një film që tamam në shujt rrugtimin e nanës, afrimitetin me fëmijë. So kanë arrit njerëzit me të pa në film edhe me të njoft nga jeta reale, edhe a ka ndodhur dikush që të thënë ndonjë kompliment në këtë drejtim? Nështë se di, për njoft janë, nështë pak janë, mirë po... Qa do thët me këtë që aty, me thonë, ke qenë totalisht në rolin e nanës, edhe nuk mundet dikush me marrë me men që ti e kjo një të role. Po, edhe ka ndodhur dikush, ma thajnë më ka thirë, hej, më qatë pjesë që kom po, dikush më thallë, po teshe, po që ke tjetër, kur të kom po ma të dimi, ma të shanë, diqka s'ka mujtë më përshkru, për shamull në shane, jam pak më tip ma sporteva, edhe ke dalë këtë kontrast, për shamull me mirë po, u prit mirë, edhe ka njerë kërë më takoj në rrugë, e kem po atë pjesën tonë, mirë po, mirë, me qenë se u prit mirë, normal që kita një vullnet edhe në të ardhmen. A mendoni që, do më thonë, projektet e radhës të ndryshoni rolin, apo në këtë rol jeni mirë? Nuk e di. Nuk besoj diçka që muna më thonë. Më pëlqen diçka, ta thënë drejtën, më pëlqen rolet ma serioze. Kështu edhe nuk e di, diçka tjetër për shembull, më kanë ofruar një rol diçka ma se mirë, po është vetë natyra jam që nuk mundesh me dalë nga natyra. Nuk më dalë nga vetja, për ata. Ymrije, me qenë se minutat e emisionit tonë shumë shpejt po ikon, atëherë na thuaj për fund ndonjë mesazh për të gjithë shikuesit tanë të cilët na ndoqën deri në këto momente, edhe na tregoni pak a shumë për projektet tua për në të ardhmen. Po pres bashkëpunime me ndonjë produksion serioz. Mos po ty të falenderoj për ftesën. Knatësi gjithmonë me të pasë. Njerëzit tonë, thamë, t'jem sa nëse popull të jem human, t'jem sa ma human, sa ma me posa dhe dashuri kuptohet, mos me munguan ajo mirësia,
respektit e njëri tjetri, vetëm me respekt, me dashuri, mundëm edhe në shumë që u ndërtu edhe shteti jo mirë, po janë shtyllat kryesore të një shoqërie edhe të shtetit. Për shembull arsimi, kur tam arsimi është hyn gjitha, për shembull bashkëpunimi, respekti, dashuria për atë dhejën e gjitha, kështu që i falenderoj për secilin veç që kanë përkrah moralisht ose më respektojnë, më nderojnë, kështu që nina shumë e nderuar në qytetin e Vostres, nina shumë komod me ta njerëz. Kështu që ty të falenderoj shumë për ftesën edhe për respektin, pas punë marr, pas shëndet e pas suksesin çdo limi. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit nga zemra që ndave me ne dhe me shikuesit këto rrëfime, me qenë se të kemi kthy disa vite mrapa me shumë gjana, po ja që ky është emisioni Rrëfim Jete. Faleminderit. Faleminderit shumë.